Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do lym flokët. Do thoni ti çfarë di lysh do lyra ke. Jo, i të lyra i kam, por janë shumë defekte tek pjesa e kurorës që vrehet kjo pjesa e verdhë edhe pjesa e bardhë, platin poshtë. Edhe unë këtë gjë e urrej jashtë mase dhe do t'i lyjm tani. Shikoni që është shumë diferent sepse bie drita edhe duket akoma dhe me hapur, por është goxha e errët. Edhe tani do vazhdojmë, do t'i lyej. Okej, ja po e bëj pak më kështu që ta kuptoni. Atëherë do përdor bojën e lisapit. Janë produktet më të mira që unë kam përdorur për flokët janë të lisapit, më ekstra shumë më pëlqejnë. Për herë të parë flokët e mia janë lyer me, domethënë që janë lyer të gjitha komplet janë lyer me lisapin. Dhe më super pëlqejnë dhe unë harrova të bëja një foto, domethënë si kam tani edhe si do t'i bëj më vonë. Këtu janë dhe disa pjesë të verdha, si që i shikoni, dhe këto do t'i kap, edhe po bëj foton edhe po vi sërisht. Dhe tani na duhen mjetet e punës, na duhet një krahër me bisht, na duhet boja normale, na duhet tasi, edhe tjetër, edhe kapse, dhe dorezat. Dorezat janë të parat. Atëherë, unë zakonisht kur i bëj flok bjonte nuk i vendosja dorezat, por tani që kam Matias, ja tani po duket që u kref kjo pjesa këtu, shoni si duket. Duket goxha e errët me pjesën që është poshtë. Edhe ja tani do ndaj mirë flokët sepse unë lyj vetëm flokun para, nuk e lyj mbas. Shikoni se si duket diferenca. Tani po duhet mirë që po krihet. Edhe ndajmë mirë flokët. Unë në fillim mbaja flokët në mes. Tani nuk e di se për çfarë më fiksuar, domethënë që i mbaj kështu anësh, nuk e di se kam shkojnë më shumë. Më shkojnë anësh apo më shkojnë në mes. I mbaj dhe në mes, i mbaj dhe anësh, por atëherë i mbaja vetëm në fillim fare, i mbaja vetëm në mes. Shkojnë që kësa e verdha është. Është super mega verdh. Tani është një problem shumë i madh tek ndarja e flokut, sepse nuk duhet që të kap fije kafe, sepse dali në portokalli. Tani kjo nuk është boj, është tip refle korrektor edhe nuk merr ngjyra ime. Atëherë, kapim këtë pjesën këtu. Flokët si fillim duhen një omur, por unë po i kap kështu që të bëj kapjen mbrapa të flokut që ta kem gati. Këto poshtë janë të bardha, por pjesa lartë është e verdhë. Sepse minutazhi sa të do më shumë pjesa lartë, o të fillosh të më të një lysh me lartë, por dhe përgjera me fillin nga lysh nga poshtë. Edhe prandaj ka marrë kështu, është e verdhë është. është super e verdhë. Edhe tani, okej, kemi pak fije kështu, kafe këtu, por kjo boja nuk merr tek ngjyra e flokut tim, se nuk merr. Dhe do njohim flokët. Edhe më duket u ngrit Matias. Se po flinte gjumë. Edhe nëse ngrihet Matias, ngjela flokët kështu. Po vetë ta shoh një herë që është ngritur apo jo, edhe po vi sërish si dukem kështu. Shikoni tani, një me flokët edhe Matias ishte ngritur, edhe vendosa ty te karroca dhe po ngrit tani, sikur
po fillon të pëlqej karota se më pëlqen së rrinte fare dhe tani po rri. I kam dhënë edhe kështu që të lozi, i prek shumë me dorë aty, edhe bëj zhurmë, është një libër edhe ka qef atë libri. Edhe tani do krehim flokët. Ja, kam thënë qindra mijëra herë që gjithmonë flokët bjond të krehur mirë pjesë, por gjithmonë nga fundi, sepse pastaj ngelen i pa flok. Okej, dhe nëse pa pres ta heq këtu të verdhën, se aq nuk shikoja dot më veten kështu. Shtrydh edhe pak. Dhe thoni ju që unë pse i lyj gjithmonë flokët kështu gjysëm. Sepse floku bjond është shumë i vështirë për të rritur dhe prandaj dhe është më komode, do me thënë që kam ngjyrën time mbrapa edhe bjondën përpara. Edhe më pëlqen, nuk është se nuk më pëlqen edhe mbaj nga halli. Por më pëlqen shumë si duket edhe është diçka ndryshe, sepse nuk e kanë, do me thënë, të gjithë kështu flokun. Ka atë kështu si puna ime, por e kanë me fije, edhe ndryshon kur e ke me fije dhe kështu njësoj. Dhe tani e shikoni që duket akoma dhe më shumë kjo pjesa verd, sepse u njoh edhe tani duket akoma më mirë. Dhe tani do vazhdoj të hedh bojën tek ky tasti bojës. Do hedh shumë pak se gjithmonë vendos. Atëherë, ky është emri i bojës, jo emri i bojës, ngjyra e bojës që unë po përdor, do ta vendos edhe këtu. Kjo është toner, se tani më erdhi që ta thoj çfarë ishte, nuk është bojë, është toner. Është pak a shumë si boja, por nuk ka shumë të lartë përqindjen e siç e ka boja. Edhe tani, okay, edhe është vegane. Atëherë ishte kjo, edhe do e vendos këtu me foto ngjyrën që është e kësaj, do me thënë vinë në këtë ngjyrë kështu. Është hapur vetëm pak fare, ka hapur parukirja, jo unë. Dhe do hedh vetëm kaq. Besoj se më mjafton, do hedh edhe pak fare. Okej, është mjaftueshëm kaq, apo të hedh edhe pak. Okej, është mirë kaq, sepse ngelet aty pasaj dhe hidhet poshtë. Edhe ka përdorur parukera kur isha në Shqipëri. Edhe treksin më ka hedh këtu, sepse s'kishte tretës. Edhe pak tretës, edhe ja, gjyma tas që po bëjmë atë libri ka i natë, do me thënë që lo unë atje. Edhe jem përqyrë kur e shikoj kështu, të gjithë njerëva shumë. Për kështu. Po losa ti dëshirë. Dhe tregoj edhe ju. Ja ta mbaroj këtë flokën se kam hall mos më qan, edhe pastaj ngelet floku gjysmë, edhe prandaj s'po vet atje që ta shikoj. Dhe shikoj këtu. Nga shikoj këtu nga televizori, domethënë që pasqyron. Edhe ja, është pak si në lila, si në perl, kjo ngjyra është fantastike, më super pëlqen. Edhe do hedh edhe pak, se është shumë pak këtu. Edhe kjo boja lisapi është shumë e mirë, shumë e mirë. Unë këtë herë kur vajta në Shqipëri lema flok tek një parukere që nuk punonte me lisapin, edhe punonte me L'Oreali. Edhe L'Oreali ka të mira produktet, mbahet si parukeria më e mirë aty në Fier. Por lisapi mua më super pëlqen sepse bojrat e L'Orealit kanë ato tendencën që shkarkojnë, ndërsa të lisapit shkarkon, do me thënë atë të diqelan, edhe nuk të shkarkon më floku, do me thënë shkarkon pas shumë kohë, është normale se është boj, por nuk shkarkon si shkarkon boja e L'Orealit apo shumë bëra të tjera që kam provuar, super shkarkon, ndërsa kjo nuk shkarkon. Këtë ka gjë të mirë që nuk shkarkon si boj.
Edhe dekolorantin e ka shumë të mirë. Nuk ta dëmton flokun, ndërsa këtë herë që I leva, domethënë me të L'Orealit, mi ka dëmtuar flokët. Okej, ja, e shikoni? Vendosim dorezë, tani shtrydhim edhe pak këto flokët. Edhe vendosim dorezën dhe I fillojmë punën, se po Matias po lëviz si shumë. Edhe mos ta lë kështu me gjysmën e flokut. Hape edhe pak të dritaren këtu tek tualeti që mos të vej era ndej nga fogoni, në më thënë nuk vete, por si dihet. Edhe po e hap pak saren. Dhe vazhdojmë tani me bismillah, fillojmë me grin edhe shpresoj të na dali mirë. Atëherë gjithmonë është problemi te seksionet. Edhe tek dekoloranti janë seksionet që mirëni ose marrin parukeret. Atëherë, nëse I merr seksione të holla, del një super rezultat. Nëse I merrni seksionet të trasha, atëherë e keni vetë parasysh që do dali pjesë, do dali si danka, nuk del ngjyra e një trajshme. Edhe prandaj, atëherë do thoni ju që pse s'po I luaj këto poshtë. Këto poshtë do t'i luaj në fund fare, sepse duhet që të mbaj më shumë këtë pjesën këtu lart, se sa pjesën poshtë. Dhe gjithmonë I krejim për të hapur floku ende më mirë. Unë nuk po e kap rrenjën time. Besoj duket kjo diferenca e ngjyrës tani. Aty duket akoma në mirë besoj. Se unë po shikoj aty te kamera fare, por po shikoj direkt vetëm flokun sepse kam çiksi me rak. Edhe ja. Kështu do vazhdojmë në të gjithë flokun tani. Dua të marr të lisapit, se rrova t'ju thosha, shampon edhe maskën që kam përdorur kur u bëra për herë të parë bjonde, edhe janë super të mira. Nuk e di pse nuk I promovojnë kaq shumë lisapin. Nuk e di. Më shumë është L'Oreali që përdorin, janë disa marka që nuk janë të mira. Unë mendoj nuk I promovojnë për arsye sepse janë të shtrenjta si produkte, nuk janë të lira, edhe nuk ju lëvërdis parukjerëve që ti marrin këto. Kështu mendoj unë tani, nuk e di. Edhe unë kur kam punu atyre parukjere, punoni me lisapin, të nxirrnin punën, të nxirrnin super. Kur them super, nuk kishe frikë, domethënë që të lyej flokun bjond, se floku bjond është ai që është më I vështirë. Por dhe ngjyrat e tjera domethënë nuk dilin të jepnin një super rezultat. Edhe mbi të gjitha ishte që nuk ishe sigur domethënë që nuk të dëmtosh floku. Oh ja, nuk e di pse se fusin, nuk e di pse nuk e promovojnë. Në pasaj do t'i bëj dhe mesazh në fund fare flokut që të marrë I një trajqëm, ai po merret pjesë të holla, por prap si dihet mund edhe të marri si pjesë, por është sigur që nuk merr sepse po I marr shumë pjesë të holla dhe po I bëj dhe nga jashtë edhe nga brenda, që kështu është sigur që nuk merr. Unë këtu do ta lë pak, domethënë që të dali e errët, për arsye që ajo që do sharkoj. Këtu kemi edhe këtë pjesën që është komplet kështu si portokalli, edhe këtu do ta lëm të gjithën.
Nuk e di pse mi kanë lyer kështu, nuk e di. Do me thënë që të lyet kjo pjesa e bardhë, e të ngelen bishtat portokalli, nga që ja fusin, nuk i kapin mirë, nxitojnë, nuk gjen një parrukiere do me thënë të saktë që të vesh, e di që do japësh lek, do me thënë unë leva vetëm këtu përpara 100.000 lek, nuk i thonë pak, janë goxha shumë për shtresën në Shqipëri, nuk po them këtu për në Itali, por dhe këtu kaq bën, do me thonë që ti lyesh 110, por këtu nuk ti lyejnë kaq të bardha. Edhe pastaj të përfundosh me këto fjet kështu, shikoni që si janë. E pastaj është faj klientit. Ja, shikoni që si vjen kjo. Shikoni. Në shikoni si është portokalli. Edhe si mund të dalë një person nga parrukeria në këtë gjendje kështu, nuk e di unë. Ti fusin një toner aty, edhe i mbulojnë të gjitha defektet, por jo nuk është kjo kështu sepse o ja bën punën klientit siç është për të bërë, o mos e bë fare. Ja, këto portokalli këti e bardhë lart. Tani këto nuk do marrin të bardha, do marrin në bezh, prap do diferencojnë ngjyra me pjesën tjetër normale, sepse kjo pjesa këtu duhet dekoloruar, domethënë që të marri e një trajshme, se ndryshe nuk merr. Prandaj më vjen i natë, domethënë që pagon, sa e pagon, imagjino pagon vetëm për të pjesën këtu para 100.000 lek, edhe nuk shumë që kësi doli. Më vjen shumë i natë kështu, por s'kam çfarë të bëj. E shikoni që kam qenë aktive këto kohë, se sa do dhe me Matias, është një fëmijë shumë i lëvizshëm, edhe nuk e ka do me thënë që të bësh asnjë gjë, unë do me thënë po arri do me thënë që ti bëj punët e shtëpisë natën, sepse Matias nuk më lë. Nuk e di si ma pas ka ndarë këtë flokun kështu. Nuk do t'i luaj më në parrukeri, do t'i luaj tani gjithmonë vetë. Por jo isha shtatzane, jo tani me Matias, jo herët e tjera në punë, edhe flokët don do shumë për kushtim, por ja, nuk është gjë e mirë kjo, floku im kështu pjesë. Nuk e di, për sot nuk e di si mi kanë lyer kështu, sikur janë tallur. Do çfarë eksperiencash keni me parrukiere? Unë të bara më bëj këtë bluzën, do të kisha veshur një gjëna lartë. Do ta bëj pak me llak flokësh. Se në base nuk depërton bëhet se i kisha më lëndur e flok. Edhe i lash për gjysëm. Edhe po thasha që do ta bëj pak këtë këtu me llak flokësh që mos të më marrë kështu vela. Okej, e kapim këtë pjesën. Këtu. Kulla shkapse, dhe ku e kemi. Okej. Dhe vazhdojmë tani me pjesën tjetër, është po e njëjta gjë siç ishte dhe pjesa që bëm. Po i tregoj vetëm këtë pjesën kështu këtu lart. Edhe
Pastaj do ta përshpejtoj vitin sepse mos del shumë i gjatë. Ok, mbaruam tani të gjithë flokun edhe do aplikoj komplet nga pjesa që ka mbetur. Do t'japim vetëm pak kështu lart e lart se sa do mori tani prap boj. Edhe do t'i krehim që t'na marrë nga kama edhe më pastër, më mirë. S'punoj qëndron as Matias tani. Filloj duke qarë, dhe kjo duke një më bëkërëm. Po hedh pak kullak, më rëshkasin duart që i kam me boj. Po i fshi pak. Edhe po... Si që e dëgjoni. Në shpresoj mos të na marri boj kjo. Po dëgjoni disa zhurma, nga jashtë, edhe janë dritare se janë super të bezishme. E kapim me këtë tani dorez. Këto dritarit janë ashtë termike, edhe janë super të mira. Ok, ja. Mbaruam edhe me flokun Matias, mbaruam mirë. Tani duket super e errët kjo, por do shkarkoj, nuk do rrit kështu. Mbledhim edhe komplet këto të dyja këtu lart, edhe vazhdojmë marrim Matias tani. Si që shikoni nuk po qëndron. Edhe ka qëndroj shumë. Si jam bërë ngi. O zotë si bëra këtu, gjithë boj. Kam edhe për të krehur, por do vete të sistemoj një Matias edhe pasaj do t'i kreh të gjitha. Lajmë duart edhe ikim tani. Ua, kam bërë edhe këtu me bon. Nuk del më kjo tani. Lajmë duart se s'po shëndron. Ikim tani. Ja që donë të Matias donë të për të pirë. Edhe apo ja, ngella me këtë kokën kështu tani. Mu e rësuan shumë flokët. Dhe gjove Matias më bërë me flok Leila tani. Po. Si dhe i gjonë. Si mëra i me vogël. Jetë dritë. Shi mami i lym flokët dhe bebit për të pirë. Dhe hapë sërish në vonë kur të pasi t'i kem larë edhe t'i kem tharë, t'i kem krehur që të shikoni rezultatin. E di që po dalin shumë të errta, sepse po jap Matias për të pirë edhe dy t'i kisha hequr, aq dy të mbaja 10 minuta, por Matias do një gjysmë orë të piqë, kështu do dal me flok Leila më duket. Por rëndësi ka që të shkarkoj, nuk do dalë ashtu. Edhe dy hapë. Ja kam këtu mbas 2 orësh
për arsye sepse Matias nuk po rrinte edhe thash që do dilnin të errta për arsye të frymën e dritë kanë këto pigmenti kështu Leila se kështu i doja vet edhe si kanë dalë edhe këtu tek rrënja kanë dalë super të pastra por kanë ikur edhe këto të verdha shikoni nuk janë më janë zhdukur atëherë vetëm kjo pjesa këtu lart ka marrë ka që e rrët se këti ka marrë akoma me hapur por do hapet nuk do rri kështu sepse ju thash që ashtu ishin mbajtur 10 minuta jo 2 orë nuk i mbajta 2 orë mbajta varsisht 1 orë se Matias nuk po më linde që ti laja flokët edhe pastaj sa i kam shplar edhe pastaj se po më duket kjo fytyrë këtej më e errët se kjo tjetra edhe po thosha që që po thosh miku nga mendja tani do të shkruaj flokët sepse janë shumë keq dhe bëra një make-up edhe po thosha që mbajta në 1 orë aty do t'i baja 10 minuta edhe prandaj morën kaq të errta edhe i shplava direkt pastaj nuk më la sërish që t'i laja vetëm i kam shplar edhe kam mbajtur aty me peshqir dhe 1 orë tjetër me gjinoni mendoj se do dilja me flok Leila por ma edhe kaq se mendova se thash miku video jo se nuk do ta hidja do ta hidja se kur je me fëmijë këto ndodhin edhe ndodhin këto gjëra por po i shtrim me pjasër nuk po i shtrim me tarse për arsye sepse më duhet të xhiroj një video tjetër tani mbas kësaj një tjetër sakrifica edhe pastaj do merrem sërish me Matias tani e zuri pak gjumi për Matias aq fle maksimumi 30 minuta fle dhe duhet të nxitoj kështu dhe shikoni përfundimin në fund fare që dhe t'i shtri dhe i shikoni rezultatin në fund ja dhe rezultati final mua më pëlqen shumë e di që herën tjetër do dalin akoma më bukur por kanë dalë super bukur tani nuk e di se çfarë shikoni ju aty mbas por mua më super pëlqejnë edhe kanë dalë shumë bukur ka dalë një trajç komplet floku edhe kjo ka rëndësi edhe nga të dy anët kështu dhe shpresoj dhe t'ju kem ndihmuar edhe juve dhe do shihemi sërish tek videoradhës bye